Një herë nxënësve të mi u dhash detyrë që të vizatojnë një panoramë të pranverës. Të gjithë kishin vizatuar lule, pemë, zogj, ndërsa një nxënës kishte vizatuar një foto të Kuranit. E pyeta se pse ka zgjedhur të vizatoj Kuranin, ndërsa nga përgjigjja e tij e sinqert më dolën lot nga syt. Kurani është pranverë e zemrës sime, kështu më ka mësuar nëna ime. Çdo natë lutem që Allahu i Madhërisëm Kuranin ta bëj pranverë të zemrës sime, dritë për krahërorin tim, dalje nga pikëllimi dhe brengat. Çfarë shembulli i mrekullueshëm i edukimit të fëmijës nga një nënë e ndershme. E dini se kjo lutje që e ka përmendur ky nxënës është ilaç për çdo pikëllim dhe breng. Transmetohet nga Ibn Mesudi radiallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ndodh që njeriu t'i thot këto fjalë kur ka brenga dhe pikëllim, e Allahu të mos t'ia largojë ato dhe t'i jap gëzimin. Sahabët e pyetën: o i dërguari i Allahut, a duhet t'i mësojmë këto fjalë? Ai u përgjigj: gjithsesi, duhet që secili që i dëgjon t'i mësoj. Kjo është lutja. O Zoti im, unë jam robi yt, biri i robit tënd dhe i robreshës sate. Balli im është në dorën tënde. Vendimet e tua mbi mua kalojnë. I drejtë është caktimi yt mbi mua. Të lutem me çdo emër me të cilin e ke mëruar veten tënde, apo që e ke zbritur në librin tënd, apo ja ke mësuar dikujt prej krijesave të tua, apo që e ke mbajtur të fshehur në diturinë tënde, bëje Kuranin pranverë të zemrës sime dhe dritë të gjoksit tim, heqje të pikëllimit dhe largim për dëshpërimin.